Mirëmëngjes edhe një herë të nderuar teleshikues, mirë se erdhët në programin Mirëmëngjes Shqipëri pas edicionit të lajmeve të orës 8. Do të vjojmë me rubrikat tona të përcaktuara në skaletën e ditës sotme, që sigurisht, siç e tham edhe në fillim, i është dedikuar më shumë pjesës së festave të nëntorit dhe sigurisht festës së pavarësisë për ditën e sotme. Do të flasim tani për një çështje shumë delikate, cilën ne kemi trajtuar shpesh herë në rubrikat dhe në programet tona televizive që lidhet me shëndetin mendor të fëmijëve. Dhe morëm shkak nga kjo gjë për shkak të një vendimi që mori Parlamenti Evropian ditën e mërkurë, duke miratuar një rezolutë me shumicë dërmuese votash për të ndaluar përdorimin e rrjeteve sociale nën moshën 16 vjeç, por sigurisht duke marrë më herët edhe pëlqimin e prindërve. Në fakt, nisur nga alarmi dhe rreziku i shëndetit mendor të fëmijëve, kostove që po marrin fëmijët e vegjël për shkak të përdorimit të pakufi, të lundrimit të pakufi në rrjetet sociale, detyruan eurodeputentët e Parlamentit Evropian të marrin këtë vendim me shumicë dërmuese gjatë të mërkurës, duke miratuar këtë rezolutë, të cilën do të shohim se çfarë fuqie do të ketë për të diktuar politika të reja me të cilat Bashkimi Evropian do të orientojë kujdesin ndaj moshave të vogla dhe hyrjes në adoleshencë. Do të flasim për Shqipërinë, sa mund të ndikohet Shqipëria nga një rezolutë e tillë e Parlamentit Evropian, cila është ndihma që mund të japim prindërve që kanë fëmijë duke hyrë në fazën e adoleshencës apo dhe më herët, për t'i ndihmuar me këshilla të vëyra që t'i mbrojnë fëmijët e tyre, të vegjëlit e tyre që të mos përballen me rreziqe që më vonë kanë kosto në shëndetin mendor. Do ta bëjmë këtë gjë me Kristilda Lulën, mirëmëngjes, psikologe, të cilën e kemi sot në studion e Radio Televizionit Shqiptar dhe gjithashtu në një lidhje të drejtë për drejtë me një ekspert dhe njohës IT, Angelo Lushka. Mirëmëngjes, mirë se erdhe në programin tonë. Mirëmëngjes. E nisim bashkë, Kristilda, cilat janë simptomat që prindrit duhet të kuptojnë se lëndrimi i gjatë i fëmijëve në rrjetet sociale dhe në internet po sjell pasojat e rënda për shëndetin mendor. Atëherë, duke qenë se kjo grup mosh është edhe se thua specialiteti që unë kam, sepse gjatë përditshmërisë time punoj me këtë grup mosh që ne sot do flasim. Është vënë re dhe aq sa kam vënë re unë dhe nga puna ime, por dhe nga studimet, jam vënë re disa simptoma kryesore që çdo prind ndoshta i dallon ose jo gjatë përditshmërisë. Frustrimi i vazhdueshëm, domethënë këta fëmijë kanë emocione negative, të cilat i shprehin vazhdimisht në momentin që ti u kërkon të largojnë pajisjet elektronike ose celularin, direkt shfaqen nervozizëm shumë të lartë. Gjithashtu është përqendrimi dhe vëmendja shumë e ulët që këta fëmijë kanë ose të rinj. Një simptom tjetër që unë kam vënë re është pjesa e cilësisë së gjumit të ulët që këta kanë. Domethënë kanë raportuar gjithmonë sepse kanë nivele goxha të Flon më pak orë, sigurisht, sepse e konsumojnë, domethënë gjithë kohën e tyre, jo vetëm ditën por edhe natën në rrjetet sociale. Vetëvlerësimi shumë i ulët është një simptom tjetër. Zakonisht këta individ kanë vlerësim shumë, po shumë të ulët të vetes së tyre, si ana fizike, sepse mundohen që të krahasojnë veten e tyre me kopjojnë modelet që u shfaqen në rrjetet sociale. Dhe besoj këtu më shumë e kanë vajzat? Vajzat, po. Raportet tregojnë se vajzat kanë një numër më të lartë të mungesës së vetbesimit për shkak se duan të kopjojnë modelet që u shfaqen në rrjetet sociale. Dhe sidomos kohët e fundit, gjatë përdorimit të AI-t, është bërë shumë, po shumë sfiduese dhe shqetësuese, sepse është bërë pak, si thuash, e bukura, është futur në korniza sipas rrjeteve sociale dhe ti duhet kapësh atë bukurit të cilën ty po ta paraqet ai rrjet social që të përdor TikTok ose Instagrami. Sigurisht se në moshë aq të vogël, kur bëhet fjalë nga 10 deri në 16 vjeç të paktën, fëmijët e kanë të pamundur të mund të filtrojnë dhe të logjikojnë në mënyrë më të sofistikuar se sa ç'bëjnë të rinjt. Sepse dhe karakteri që u vin gati në rrjetet sociale përpiqen të adaptojnë. Sigurisht, sepse dhe karakteri në këtë moshë nuk është akoma 100% i formuar, kështu që mundohen që ka shumë ndikim në këtë moshë. Sigurisht që shkaktohet pak edhe nga pjesa e hyrjes në adoleshencë, ku përveç, si thuash, krizave po simptomave që vetë adoleshenca ka, një ndikim shumë të madh tek këta adoleshent ka edhe rrjetet sociale. E kuptoj. Ndërkohë, ndërsa ne flasim për fëmijët, dua të di pak për te fakti që prindrit i kuptojnë këto simptoma ose të paktën janë i gjendje të kuptojnë tani që ti u tregove. Cila është ndihma e parë që mund t'u jepet në këtë rast? Këshillim me psikologët? Prindrit duhet të qëndrojnë më afër, duhet të bisedojnë me fëmijët, duhet t'ju kufizojnë kohën e qëndrimit të lundrimit në internet? Personalisht mendoj që këshillimi me psikologët është një hap shumë i mirë që prindërit duhet të bëjnë. Gjithashtu informimi i prindërve ndaj digitalizimit,
sepse nëse ti ke prindër të pa informuar, nuk mund ta ndihmojnë dot fëmijën, sado që ti qëndrojnë pranë, sepse nuk i din ndoshta të mirat edhe dëmet që teknologjia po shkakton. Gjithashtu, mendoj se duhet zëvendësuar koha që ky fëmijë mund të kalojë në rrjetet sociale me një aktivitet më të shëndetshëm. Më të dobishëm dhe më të shëndetshëm, që mund të jetë sporti, një ecje në natyrë, vizatimi ose mënyra të tjera për të kaluar kohën. Gjatë vitit të fundit, Shqipëria u përball me vendimin e qeverisë shqiptare për të mbyllur rrjetin shoqëror TikTok. A ka ndikuar kjo gjë për ta ulur dhunën e komunikimit mes fëmijëve? Ka ndikuar, po jo aq sa pritej që të ndikonte. Sipas UNICEF-it, 1 në 3 fëmijë përballet me bullizimin online. Shifrat të cilat janë goxha alarmante, edhe nuk janë as pak të ulta. Që do të thotë që këta fëmijë përballen me një bullizim goxha të lartë online dhe kjo normalisht sjell një rritje të shkallës së frustrimit të tyre, të vuajtjes emocionale, të emocioneve negative. Është pjesa e ankthit. Domethënë, kemi vënë re se të rinjt tani kanë ankth më të lartë se sa ç'mund të kenë pasur para disa vitesh. Dhe kjo mund vi për shkak të këtij bullizimi online që ata kanë vazhdimisht gjithkohës. Ai presioni social që ndodh online është shumë i lartë. E kuptoj. Të ftojmë pak në splitër edhe Angelo Lushkën, ekspertin IT-së që po na ndjek në këto momente, cilët dua të bëj një pyetje. Angelo, është e mundur të mbyllen rrjetet sociale ose të kufizohen të paktën për fëmijët në moshën 16 vjeç në Shqipëri, duke marrë shkas nga vendimi nga rezoluta që miratoi Parlamenti Evropian gjatë 2 ditëve më parë? Atëherë do të thoya nga pjesa teknike ose nga ana teknike, kjo gjë është e pamundur. Siç edhe u tentua që të mbyllej po themi rrjeti TikTok. Kjo gjë nuk është e mundur, po ta shohim tani sado që qeveria ka mbyllur aksesin në rrjetin TikTok, mund të marrësh një person të çfarëdoshëm tani nga rruga dhe të hapësh telefonin e tyre, dhe shikosh ata kanë akoma TikTokun të instaluar dhe madje kanë mundësi që ta aksesojnë atë. Pra bllokimi i rrjeteve sociale nuk është i mundur teknikisht, pavarësisht gjitha mundimeve apo provave apo çfarëdo lloj ligji të vendoset, pra që të planifikohet dhe të zbatohet, kjo gjë është e pamundur. Gjithashtu, kjo ndikon në pjesën e privatësisë, pra online. Sepse nëse ti do e bësh që rrjetet sociale të aksesohen vetëm nga personat 16 vjeç e sipër, do duhet që ti t'i kërkosh aty një mjet identifikimi. Në gjithë këto platforma do të mbledhin përsëri të dhëna ose mjet identifikimi, të cilat në rastin ton fatkeqësisht, pra siç e din, po themi, numrat e kartave të identitetit kanë dalë online prej vitesh dhe janë në treg. Pra, një person i çfarëdoshëm mund të ketë akses, po themi, të gjithë këto informacione dhe shumë e lehtë që ta anashkaloj këtë kufizim, po themi, të moshës ose të kërkimit të kartës së identitetit. E kuptoj. Po Angelo, si ja bëjnë atëre vende të mëdha si Franca, si Australia, të cilët e kanë kufizuar Australia të paktën në mënyrë drastike përdorimin e rrjeteve sociale për fëmijët nën 16 vjeç? Atëherë, për ata është e mundur, pra teknikisht kryhet i njëjti proces, pra kërkohen të dhëna pra karta identitetit ose mënyra të tjera për të vërtetuar pra moshën apo personin vet. Kështu që ata i mbrojnë të dhënat në një mënyrë ndoshta më të mirë se sa ne. Por ne po flasim pra specifikisht për Shqipërinë në këtë rast. Po sigurisht, unë prandaj po të bëj pyetjet në këtë rast edhe teleshikuesit të kuptojnë pak më shumë pse është e mundur në vende të tjera dhe pse nuk është e mundur këtu tek ne, sipas këndvështrimit të një eksperti. Duke nisur thua ti që nga fakti i mbrojtjes së dhënave personale, një shkak kryesor. Ata kanë ligjin që është GDPR-i, që është në EU, e kanë pra ligjin të vendosur që në 2016 ose 18 nëse nuk gaboj, dhe ata kanë arritur ta zbatojnë në mënyrë më të mirë se sa që kemi zbatuar ne. Pra, mbrojtja të dhënave personale në sistemet e tyre është më e lartë se sa ajo të cilën kemi mundësi ne tani. Pa marrë parasysh faktin pra që të gjitha dhënat tona kanë dalë sheshit, kjo e bën akoma dhe më të vështirë që gjithë këto informacione të ruhen në mënyrë të sigurt. E kuptoj. Kthehem pak në studio me Krisilde, ndërsa ti Angelo qëndron gjithashtu me ne në splitër për të kuptuar pak masat që mund të marrë një prind, ti the pak më herët t'ia organizoj kohën t'ia ngjesh me aktivitete, të mos e lërë të lundroj shumë kohë në internet, por ti fol edhe për kontaktin me psikologun dhe mënyra mbase qasja e prindit për t'u afruar më shumë me fëmijën. Janë të mundura këto realisht në jetën tonë të përditshme në vrullin e madh të jetës, prindër që duhet të punojnë, prindër në zonat rurale, prindër me mundësira jo të mira ekonomike. Duhet mendojmë pak për një shkallë më të gjerë përfshirjet e njerëzve në këtë shqetësim. Ajo që kam vënë re nga përditshmëria dhe nga puna është
me vërtet shumë shqetësuese, sepse koha e pakët që prindërit kanë dhe po kalojnë me fëmijët e tyre është minimizuar dhe ajo pjesë e kësaj kohe ndonjëherë shpenzohet shumë në për rrjetet sociale apo dhe përdorimi i teknologjisë. Ajo çfarë unë sugjeroj që duhet të bëhet, siç e përmenda edhe që parë, është informimi i prindërve për pasojat rreziqe dhe të mirat që ka digitalizimi, sepse duhet të theksojmë se ka dhe të mirat e saj. Ka shumë adoleshent apo fëmijë që mund gjejnë veten në rrjetet sociale sepse gjejnë disa grupe shoqërore me hobi të përbashkët, që ata mund të kenë pëlqime të përbashkëta, që ndoshta nuk i gjejnë në përditshmëri për shkak të kësaj kohe të kufizuar që ata mund të kenë, dhe pra socializimi ndodh më shumë online se sa fizikisht. Dhe kjo është një pjesë pozitive e rrjeteve sociale, sepse ka për shumë fëmijë introvert, të cilët gjatë përditshmërisë nuk e kanë të lehtë të krijojnë shoqëri, por në rrjetet sociale ndihen më mirë. Por nga ana tjetër, mendoj që ka dhe problematikat e veta, sepse ka filluar rrjetet sociale po ulin shumë kontaktin fizik, pra pjesën e socializimit por rrisin shkallën e vetmisë të njerëzve dhe po humbasin ato kontaktet tradicionale të komunikimit njerëzor. Pikërisht, dhe shkalla e depresionit është rritur gjithashtu. E kuptoj. Dhe kjo besoj nuk prek vetëm fëmijët. Jo, kjo prek edhe të rriturit. Prek edhe të rriturit. Fatkeqësisht po prek shumë njerëz. Me qartë. Për shkak jo vetëm të ndikimit të rrjeteve sociale, por e gjithë mënyra e jetesës që po bëjnë, sepse e themi kështu kollaj që rrjetet sociale ndikojnë negativisht, por dashi pa dashi të ndikojnë në gjithë rutinën tënde, te pjesa e gjumit, te pjesa e ushqimit, te pjesa e organizimit të jetës, te koha cilësi kushton. Dhe mënyra se si ti i qases për shembull studimeve apo punës që ti je, sepse normalisht nuk je 100% produktiv, për shkak se, siç e përmenda, vëmendja është dhe përqendrimi janë në nivele më të ulta se më përpara. Unë kam vënë re se këta fëmijë shfaqin shumë agjitim dhe kanë nivele më të ulta përqendrimi për të parë një video të gjatë apo një film të konsoliduar të gjatë. Densiteti të madh të sigurisht, sepse kërkojnë që informacionin ta marrin sa më shpejt, dhe sa më të sintetizuar. Angelo, the pak më herët që është e vështirë teknikisht që të mund të mbyllen në rrjetet sociale ose të paktën lundrimi për një kohë të gjatë, por cilat janë këshillat që u jep ti prindërve, të cilët kanë fëmijë që po hyjnë në fazën e adoleshencës apo i kanë adoleshentë dhe që të mund të ndihmojnë për të lundruar sa më pak në rrjetet sociale që mund ta dëmtojnë shëndetin e tyre mendor në të ardhmen. Atëherë unë do thoja që të gjërat duhen nisur pra që më herët, para se të hyet në adoleshencë. Pra mendoj që fëmijët nuk duhet të kenë akses aq shpejt në pajisje pra celular, në telefon, në iPad, në internet. Dhe mendoj që prindërit duhet të shpenzojnë pak më tepër kohë që ti mësojnë fëmijëve të tyre. Pra në radhë parë të mësojnë dhe vetë se si funksionon, po themi interneti, mbrojtja nga e të dhënave online, privatësia, të gjitha këto platformat, dhe më pas ta transmetojnë këtë njohuri dhe dije fëmijëve të tyre. Dhe mendoj që prindërit duhet të kenë më tepër akses pra tek pajisjet e fëmijëve dhe të kontrollojnë se çfarë janë duke bërë, të paktën flas në moshën e adoleshencës, pasi kalon një moshë dhe bëhet pak më vështirë për t'i kontrolluar fëmijët dhe nga një anë nuk duhet t'i kontrollojmë aq shumë, pra duhet të lëmë dhe liritë e tyre. Por nga ana tjetër mendoj se edukimi në moshë më të herët e bën akoma më të lehtë këtë proces dhe mendoj se prindërit duhet t'i ndalojnë fëmijët që të kenë pra akses në disa platforma përmes atyre që quhen parental controls në telefon apo në rrjetet e tyre. Edhe pse është shumë e lehtë pra fëmijët në ditët e sotme kanë shumë akses në teknologjinë internet, në informacion gjithashtu, dhe kjo e bën që ata të mësojnë shumë shpejt se si të anashkalojnë gjithë këto kufizime. E kuptoj. Dhe dua të sjell edhe për teleshikuesit në vëmendje një fakt që më bëri shumë përshtypje gjatë javëve të fundit në një intervistë. Këngëtari i famshëm britanik Robbie Williams deklaroi, aq sa e shokoi dhe moderatorin në studio, deklaroi se fëmijët e tij, të cilët kanë hyrë në fazën e adoleshencës, që të vegjël nuk përdorin telefona dhe nuk përdorin tableta të komunikimit apo të lundrimit në rrjetet sociale. Lajmi bëri bujë në Britaninë e Madhe për faktin se ai tha, ne kemi të ndaluar në familje përdorimin e rrjeteve sociale për fëmijët derisa të arrinë një moshë të sigurt që ata të mund të jenë në gjendje ta përballojnë fluksin e informacionit dhe mbase Krisilda dhe Angelo mund ishte një këshill që vinte edhe nga ju si specialistë dhe njohës të fushave respektive
që t'i ndihmojnë prindrit shqiptar që mbase mund të mos t'i kufizojnë dot absolutisht rrjetet sociale, por t'ju kufizojnë kohën e lundrimit të fëmijëve, duke u ambushur atë me aktivitetet shëndetshme që ndihmojnë shëndetin mendor të tyre. Ju falenderoj shumë që ishit sot me programin Mirëmëngjes Shqipëri. Angelo, faleminderit dhe gëzuar ditën e pavarësisë. Krisilda, faleminderit dhe gëzuar ditën e flamurit, dhe do të ecim më tej nderuar teleshikues me programin Mirëmëngjes Shqipëri, sepse do të kujtojmë tani pikërisht një ditëlindje tjetër që lidhet me festën e pavarësisë, ditëlindjen e Radio Tiranës.